ora 7 e darkës. Njeriu i parë që ka kërkuar një hetim të plot të asaj përpjekje të dhunshme për të përmbysur një qeveri të ligjshme, legjitime, është Sali Berisha. Është Sali Berisha. Asaj përpjekje që u bazua fund e krye në një mashtrim dhe falsifikim të tmerrshëm publik. Asaj përpjekje për të cilën Edi Rama mendoj se do i lëshoja zyren se për ndryshe do kalohej mbi të vdekur. Lexoj pak, ktheu pak, i ke atë ditë. Apo tjetër edhe 13.000 po të bëhen. Nuk prish punë. Apo tjetëri, te i kalohet kushtetuta, s'ka me kushtetut. Pra, unë isha thellësisht i interesuar për hetimin. Më shumë, nofta më shumë se kushdo tjetër. Jo për veten time, se ata që patën qëllime të tilla dështuar, por kjo duhet të zbardhej në interesin më të mirë të shtetit shqiptar. Interesin më të mirë të shtetit shqiptar. Tani, pjesa e dytë. Unë publikisht kërkova prokuror ndërkombëtar. Dhe një prokuror ndërkombëtar erdhi. Pjesa e tretë. Të supozojmë për një moment se unë nuk doja hetimin. Të supozojmë. Nga viti 2013 kanë kaluar 12 vite. Dhe ai hetim nuk u bë. Sepse ai hetim nxjerr përgjegjës kryesor për protestën më të dhunshme në historinë e vendit, direkt Edi Ramën. Nxjerr falsifikimin dhe mashtrimin publik që bëri me video me Filip Çakullin. Nxjerr projektin e tij që ose ik, ose mund të kalohet dhe miku Foma. Ja, por pranaj s'bëj hetimi. Pranaj nuk bëj hetimi. Sepse besoj se 13 vite, Partia Demokratike unë s'kemi patur asnjë lloj autoriteti. Ndaj dhe Ina Rama nuk thriste Sali Berishën. Ndonë se unë i kisha thënë asaj ato që meritonte. Ato që meritonte plotësisht.